Çfarë kërkonte avioni i Jeffrey Epstein, njeriu më të komentuar të momentit sot dhe padyshim një nga personazhet në qendër të vëmendjes dhe në atë kohë në aeroportin e Rinasit. Fakti është bërë publik në fakt pak minuta më parë gjatë një emisioni që kisha me njërin prej gazetarëve të njohur investigativ, Basir Çollakun, i cili më nxorri dy fakte të nxjerra nga dosja Epstein. Janë dy fakte të nxjerra nga dokumentat, sipas Basirit, që janë publikuar nga Departamenti i Drejtësisë i Shtetet Bashkuara të Amerikës për dosjen Epstein. Sipas Basirit, dy dokumenta vërtetojnë faktin që avioni i Epstein, ai i quajturi i famshmi Lolita Express, është ulur në aeroportin e Rinasit. Fotografia që do t'ju vendos dhe në video është kjo këtu, është fotografia që tregon, është kjo këtu, është fotografia që tregon avionin e Epstein në aeroportin e Rinasit dhe kjo vërtetohet nga kjo letër këtu. Dhe po ta shihni është justice.gov, do t'ju vendos dhe dy letrat që t'i shihni vetë. Për këtë, madje pata edhe një reels të shkurtër me Basir Çollakun. Shifeni reelsin siç është bërë për transmetim në rrjetet sociale. Ç'donte avioni i Jeffrey Epstein në Tiranë? Ky që quhet Lolita Express, ja ku e keni atje, ka mbërritur në Tiranë. Është Basir Çollaku që ka arritur të gjejë në dokumentat zyrtare të... zyrtare të publikuar nga Departamenti i Drejtësisë, pra është një nga elementet, pra është një nga avioni i flotës së Jeffrey. Një nga tre avionet e Epsteinit. Një nga 5 avionë, pra 2 helikopter, po një nga 3 avionet. Një nga 3 avionet, ja dhe letra që tregon që... Destinacionin, ja ku e keni që ta shihni tamam, Albania. Ndërkohë që data e mbërritjes... Dokumenti tjetër është ku e keni lart 14:20. Në datën 11 shtator 2018. 11 shtator 2018 në orën 2:20 minuta. Tani ka sjell porosi apo ka marrë? Kjo është pyetja. Çfarë bënte avioni i Epstein në aeroportin e Tiranës? Ka sjell porosi emocionale apo mori diçka? Dhe çoj dikë. Ka sjell një porosi për dikë. Deri tani jemi këtu, që ai ka mbritur, ka ardhur këtu, por që ka sjell apo ka dërguar, kjo është ai nuk fluturon bosh. Ja pra edhe njerë, ky është avioni dhe ky është dokumenti të nxjerr nga Epstein Files. Çfarë donte avioni i Epstein në Tiranë? Nuk e di Basir. Deri tani e dim që ka ardhur dhe ai nuk ka ardhur bosh. Faleminderit. Tani ky është fakti. Pra fakti është, nëse do ta hap edhe një herë foton, që në datën 11 shtator të vitit 2018, 11 shtator të vitit 2018, avioni i Epstein, i famshmi avion i quajtur Lolita Express, është ulur në aeroportin e Rinasit. Avioni ka qëndruar shumë pak kohë, pra në Tiranë, dhe është rilarguar prap nga Tirana, të paktën sipas të dhënave. Të dhënat mund t'i shihni. Po çfarë donte avioni i Epstein në Tiranë? E para njerë, ai ka mbritur në një moment shumë çuditshëm. Ka mbritur në një moment kur Epstein ishte thuajse në vigjilje të riarrestimit të tij. Ai është arrestuar, mos gaboj unë, në qershorin e korrik vitit 2019, në shtator 2018-s avioni ka mbritur në Tiranë. Avioni ka mbritur në Tiranë, por përpara se ky avion të vinte këtu, Epstein nuk ka qenë personazhi glamoroz i takimeve të famshme, i aksesit tek gjithë shumë personalitete politik, financiar, të kulturës në botë, por një person i dënuar nga drejtësia amerikane si pedofil, që kishte bërë burg, kishte shpëtuar pastaj burgun, kishte bërë 13 muaj burg, kishte shpëtuar burgun përmes një marrëveshje dhe ishte në qendër të vëmendjes dhe të hetimeve amerikane që ca muaj më pas quan burgosin e tij dhe rreth një muaj e ca më pas ai u vet varë në një qeli në Metropolitan, për qendrën korrektuese metropolitane të New Yorkut. Epstein filloi të ndiqej, të hetoj për çështjen e pedofilisë në vitin 2005.
Në 2008 ai u njoh fajtor nga Florida, pra nga prokuria nga gjykata e Floridës, por bëri një marrëveshje me prokurinë sipas cilës ai jo nga gjykata, nga prokuria bëri një marrëveshje sipas cilës ai pranoi krimin e tij, u fut në listën e pedofilëve atje ku shkonte dhe bëri 13 muaj burg, nga cilët ditën që ndronte jashtë dhe ndarë shkonte flinte në burg. Në këtë kohë ai mendoi që ja hodhi në vitin 2008 dhe nga viti 2008 deri në vitin 2019 kur arrestuar, pra 11 vjet tjerë, ai pati një jetë aktive, madje shumë telefonata me personalitetet të njohur janë mbasi ai ishte zyrtarisht i njohur si pedofil dhe i dënuar si pedofil, pra kishte rekorde kriminale të regjistruara. Nga ana tjetër, gjëja që më bën shumë përshtypje është që avioni i tij, të cilin e ka përdorur deri ditën që është ndaluar, Lolita Express, që drejtoi nga 2 pilotë që kanë dhënë dëshmi në departamentin amerikan të drejtësisë, FBI dhe gjitha bashkë, drejtoi dhe herë nga një pilote që luante edhe rolin e menaxheres tij slovake, e cila më pas në vitin 2024 u zhduk në rrethana misterioze, por rrethana realisht misterioze në Britaninë e Madhe dhe nuk gjendet më asnjë gjurmë e saj. Pra, ky avion në atë kohë, në 11 shtator 2018, kur shulën në Tiranë, ishte në pronësitë e Epstein, përdorej nga Epstein, përse ka mbritur në Tiranë. Albatros Rexhaj, që ishte edhe i ftuar në studio, thotë që kam informacione, po duhet të marrim me rezerva, kam informacione që ky avion ka ardhur, ka mbritur në Tiranë për të marrë një kontingjent vajzash dhe për t'i çuar në New York. A është e vërtet? Nuk e di, unë e pyeta, dhe Albatros Rexhaj më përgjigj zyrtarisht që këtë ka informacion dhe jo hamendje, po gjithsesi nuk di të them, një gjë është e çuditshme. Duhet një hetim për të kuptuar, sepse një avion nuk mund të vi pas një informacion. Avioni duhet të ketë minimalisht të regjistruar personat që kanë udhëtuar me të, pra çfarë personash ka sjell, personat që kanë dalë nga territori i Republikës Shqipërisë që kanë hipur në avion, listën e plotë të pasagjerëve të këtij avioni, nëse bëj fjalë për njerëz politik, nëse bëj fjalë për njerëz biznesi, nëse bëj fjalë për njerëz zakonshëm, nëse bëj fjalë për vajza që ndoshta mund të shërbenin në këto partit e famshme të Epstein, sepse ai si ka pasur gjitha parti vetëm minoren, pra ka pasur disa nga partit më të famshëm të New Yorkut, apo ishte në një çështje biznesi, në një çështje tjetër që lidhej me Shqipërinë. Bëhet fjalë për personazhe shqiptar apo për personazhe të huaj. Pra mbetet një mister, por gjithsesi, policia shqiptare, pjesa e TIMS-it, të gjithë institucionet përgjegjëse për këtë gjë duhet kënë të dhëna të sakta. Pra duhet ta kenë me saktësi faktin se kë ka sjell avioni i Epstein në Tiranë. Kështu që nuk besoj të jetë ndonjë mister, unë do mundohem edhe përmes stafit gazetarëve të kuptojmë një gjë, duke i adresuar policisë, për të kuptuar realisht se përse avioni i një prej njerëzve më të komentuar të botës sot, që në atë kohë natyrisht nuk ka pasur ndonjë koment madh, nuk ka qenë i ndaluar, por ishte i dënuar paraprakisht, ka mbritur në Tiranë. Thash, është një hetim që mund ta marrim vesh përmes policisë, mund të mos vlej për asgjë, mund mos ketë asgjë me peshë, mund të jetë një gjë fare banale, por gjithsesi është një kuriozitet në një moment kur gjithë mediat e botës, çdo shfaqje të vogël të Epstein ose të njerëzve rreth rrotullit të tij kudo në botë menjëherë e komentojnë. Kështu që dhe unë po i bëj edhe një pyetje, ç'donte avioni i Jeffrey Epstein në 11 shtator të vitit 2018 në orat 14:20 në aeroportin e Rrinesit? Kë solli apo kë mori?